kundër dhe abstenim. A është detyrimisht kjo? Detyrimisht është. Kjo është detyrimisht. Jo për dikon, dhe që me qatë detyrum për një person me votu. Pa kanë drejt mos marrin pjesë? Nuk kanë drejt marrin pjesë, sepse, dhe më thonë, kushtetuta i obligon me kriju institucionet. Kjo shkon në mënyrë paraprake duke organizu përmes partive politike, demokracia, është përmes partive politike krijohet pushteti i cili e vën në lëvizje shtetin. Pa pushtet shteti nuk lëviz. Kështu që kjo është problemi, do të thonë. Këto situata që po ndodhin tash janë pa precedencë, që s'ka ndodhur asnjëherë nga përvoja ime parlamentare, praktikat parlamentare dhe teoria parlamentare asnjëherë s'ka ndodhur. Kjo është rasti i parë. Atëherë po shkojmë tek pyetja në këtë moment, kur nuk janë duke marrë pjesë që të gjithë, edhe kur votat janë, kush po e mban peng kuvendin sipas juve zoti kryesor? Nëse kjo shkon në bazë të përgjegjësisë juridike edhe politike, po ashtu edhe kushtetuese. Përgjegjësinë më të madhe e ka partia më e madhe, respektivisht vetvendosja. Edhe këta tjerë kanë përgjegjësi, por përgjegjësinë e kanë më të vogël. Ka përgjegjësi kushtetuese, vetvendosja që të krijojë institucionet. Institucioni më i rëndësishëm ose në vend i madh është parlamenti, sepse na jemi republikë parlamentare e pastër, të cilën parlamenti edhe zgjedh edhe qeverinë edhe kryetarin e shtetit. Kështu që është një institucion fundamental në të cilën partitë politike duhet me qenë shumë serioze. Mos me lënë Kosovën pa pushtet. Përndryshe është një vakum. Kjo mund ta them në thojza, është një farë lloj situate në kom. Në shprehjen e shëndetësisë është mjekësore, në kom, në thojza, po them në kom është. Në koma, po nuk guxojmë kështu me lanë, nuk kanë të drejtë me lanë kështu. Ata po fajsojnë, po thonë opozitën pse s'po dilni ju të votoni? Jo. Edhe opozita po thotë nxjerrën një emër tjetër. Edhe opozita ka një faj, po fajin e ka më të vogël. Kushtetuta e obligon partinë më të madhe. Opozita thoshte se s'e dim tani kush është opozita më, po. Partia e cila ka fituar, kësaj radhe ka fituar në mënyrë relative, fitore relative është, ka fituar pushtetin legjislativ. Se objektivat e partive politike janë ta fitojnë pushtetin, ta mbrojnë, të rrinë pushtet, ose të participojnë të. Pushtetin legislativ e ka fituar në mënyrë direkte vetvendosja. Ka për detyrë me kriju institucionin e parlamentit dhe me zgjedh kryetarin e vet. Do shta ta sqaroj edhe këtu. Kryetarin duhet ta propozoj partia më e madhe ose koalicioni më i madh, por nuk nënkupton me qenë i njëjtës parti. Vish propozimin e ka të drejtë. Ta kanë të drejtë me propozuar dikon nga opozita. Për me dalë nga kjo situatë, duhet vinë në shprehje normat njerëzore, vullneti politik, normat juridike.